është më këtej edhe ajo është më. Po mirë, nese, nuk janë këto s'më shqetësojnë fare, sepse prap në tërsi... Në arta të pranohen. Jo, mua bezdis kur çdo gjë simetrike dhe del vetëm një gjë që e prish. Po mua më bezdis mungesa për shembull e base simetrisë nuk di si ta quaj. Po më bezdis kur është çdo gjë e bukur dhe ka, ku diun, një gërbishtje ose ka një gjë që nuk duhet jetë aty. Mungesa perfeksionit. Njëjta gjë. Nuk di si ta quaj dhe unë, po që më shqetëson ajo. Si ju duk sot, deri tani? S'po na del gjumi. Si? Mua s'po më del gjumi. Jo, mua më ka dalë. Është koha shumë keq. Kam shumë keq këta. Unë s'kam fjetur fare. Edhe nga që kam fjetur shumë vonë. Kështu kam qenë në natën e parë, mbaj mend, s'kam fjetur Një fare. jam që Jo nga egzaltime, po nga entuziazmi që ti je me gjithë të njerëz të rinj dhe duket ndryshe. Adrenalina, po. Po. Pastaj e di si ra. Po pse ra nga që të mungon të motorina, apo çfarë? Jo, pastaj rase u bë normale. Kur fillon bëhet normale, ti fillon trupi jot do të kthehet në rutinën që ka qenë. Që nuk ka qenë zimi në orën 4 të mëngjesit. Unë 10 minutë, s'kam fjetur fare. Kam det me Henrin deri në të gdhirë. Deri një orë mbase para se të lindë gongu. S'kam fjetur fare. Isha me rroba që kisha se nuk vishesha dot, se nuk dija ku kisha rroba dhe nuk doja të zgjoja të tjerët. Kush trokiti sot djetë e dera, aman? Zhaku. Zhaku, ti trokite? Ku? Te dera aty, po, unë trokita se unë nuk dija ku kisha rroba. Se ma... E disa ku kisha pa e përjetuar të gjërë, më trokasim një njeri të dera, se këtu edhe dera banjës hapet, bau! Jo, më trokit që të dera, ishte kështu, nivel tjetër eksperiencë. Isha gati për të kthyer dhe për gjetur dartin. Unë ndjeva si shpi. Edhe unë si në shpi unë ndjeva, sinqerisht. Kur trokiti? Kur ra dera, po, kujtova një moment. Nështë edhe duke më zënë gjumi, thashë në, prit ku jam. Edhe më hapun sy. Ju duke çuditshme kur u zgjuat sot mëngjes? Që si ishit në... Jo. Unë edhe nga që s'kam fjetur, prandaj. Shumë e dishme. Ditën e parë kur jemi zgjuar ne, shumë mirë. pam kështu gjithë njëri tjetrin, se ditën e parë kemi qenë gjithë me një të situatë. Pra nëse juve ju merrin e thot, hajde se do bëjmë këtë, ne kemi qenë gjithë zgjoheshëm, edhe si në Hunger Games zgjoheshëm edhe shifnim njëri tjetrin, shifnim shtëpinë. Po tani ç'a do bëjmë? Po që nga shumë weird kur ikin kështu njerëz. Unë nuk zova që dollën të dyja dhe Gresa dhe Ola. Po ti, si ndjesh? Si ndjem që erdhët jo, apo si ndjem? Jo, atë e sharuam, po them si ndjesh që dollën ato gocat. Unë për Olën, do me thënë, nëse ka një gjë që unë bëj këtu është që i them gjërat shumë trotsh, edhe kjo ka të dyja anët e medaljes, por për Olën e kisha thënë që unë nëse do isha në vend të Olës do kisha dalë që të hënën. Sepse mendoj që... Që mbesa asaj ardhjes vllajt do kisha dalë unë. Jo më të hënën. Jo, të asaj nuk do e kisha bërë, sepse mendoj që njerëzit prap duhet nëse ti vendos që të bësh një gjë, o çoje deri në fund, o mos e bëj fare. Po prap ti nuk jeton vetëm në jetë, jeton me ke marrëdhënie. Po, nëse ti beson vërtet në një marrëdhënie, njerëzit jashtë mund ta shohin, po sepse duket ndryshe pra, po them. Nëse ti e beson, ajo mund të bëhet tani. Se nuk është marrëdhënie imja, por nëse do të doje vërtet që ta zgjasje një marrëdhënie, unë personalisht nuk më interesonte se kush do vinte, do vazhdoja marrëdhënie nëse do besoja vërtet në të, se do ta dje që një moment do më kuptonin njerëzit që kam afër, se normalisht më kanë afër edhe nuk e din. Nuk do e kisha aty, unë kisha që doli jashtë kësaj gjës, dhe kur dalin gjërat jashtë kësaj gjës. Ato të dyja mozës, çfarë kam parë unë në te Katakiri? E keni parë ndryshe. Edhe unë ashtu e kam parë te klipi. Jo në klip, se kam parë në klip, e kam parë në live. Nuk e di se e kam parë në YouTube, ajo ka qenë dhunë sistematike, psikologjike ndaj një njeriu. Ajo është e dënueshme.
është Nuk e di se nuk kam qenë. Unë kam gjykuar çfarë kam dëgjuar. E para jo se është Moza Ahmeti, që ka një emër edhe ka një personalitet. Pastaj fillon edhe harrohet ajo se ne javën e parë. Jo se është grua, jo se është 60 ca vjeç, po se është njeri, nuk i bëhet ajo gjë njeriu, 3 veta, 3 kalamaj, se si kalamaj të këqinj, që dhunonin me ngacmime, me fjalë, ore se dhuna nuk është më prej këti, ajo biles është më pak, ka më pak pasoja, vetëm qofse të vret, se sa dhuna psikologjike dhe dhuna emocionale, ajo ndërhyn në të pandërgjeshme, mund të vdesi tjetër nga ajo, mund të dëmtosh sistemin nervor. Ajo gjë është gjëja më skandaloze që unë kam parë në jetën time. Për zotin e madh, që kanë bërë ata të 3 me Mozun, nuk e di se ka duruar jo Moza. Unë nuk e di, përse që njeriu më i duruar në botë. Jo, nuk është, po... Jo, është, ajo e tregoj që është. Trashmi që nuk është, por... Po Sara, t'jesh në atë situatë dhe të durosh atë gjë, duhet t'jesh një njeri jashtëzakonisht, po nuk është për të justifikuar, ato ishin për t'i nxjerrë për leckash për jashtë. Po s'ka ndash produksioni prishin lojë. Jo, s'kërkova mendim, thjesht dhe t'jep jetimin. Po jo, the qa mendon, prandaj. Qa mendon për daljen. Jo, për të zhatë. Sa shumë, po mirë, po vazhdo thuaj. Jo, thjesht po the nuk e justifikoj asnjë lloj dhune, unë nuk kam qenë pjesë aty, edhe nga klipi edhe unë gocave e thash që nëse ti dhunohesh nuk qesh, dhe unë besoj se kam treguar që kur jam ndjerë e dhunuar qoftë psikologjikisht se fizikisht s'ka shanse të më ndodhi, po psikologjikisht e kam thënë, siç ndodhi që janë ndjerë ofenduar. E them gjithmonë, nuk është se e kaloj kështu me të lehtë, por kjo nuk justifikon asgjë që ndodh këtu. Dhe këto do ta shikoni me kalimin e kohës se nuk do të bëjmë kështu si... T'ju shpjegoj gjatë gjithë kohës, më mirë ta përjetojmë. Po mirë, nuk të merr malli për ato të dyja. Shiko, mua më duket e çuditshme sepse të dyja kanë qenë te dhoma jonë. Dhe lëvizja e krevatëve dhe ardhja e njerëzve të rinj në krevate, mua më duket ndjesi e çuditshme. Për Olën, e thash, nëse do isha Ola, e thash edhe aty, unë do kisha ikur që ditën e hënë që e pash që eskaloj situata për të mirën time. Sepse nëse unë shikoj, nëse do arria ndonjëherë që në atë nivel, do thoja unë nuk e përballoj dot më veten time. Pra nuk e mbaj dot më në kontroll. Kështu që automatikisht më mirë dal se sa ta përkeqësoj. Por Ola deri në atë moment ka qenë, për mua ka qenë edhe është një vajzë shumë inteligjente dhe ka ditur të kthejë përgjigje të mira. Për Gresën e kam kuptuar që Gresa merr zjarr shumë shpejt, kështu që prandaj mendoj që bëre mirë sepse sa hash me neve. Pse? Ajo ha nesër tani. Në vërtetë? Pse nga komentet e Mozës? Po jo, me ajo. Po për ushqimin si është? Zjeni për ushqimin, ke ngrënë më shumë, ke ngrënë më pak? Kemi zënë vetëm një herë për çështje buxheti. Mund të ndodhë, mos u çuditë, ti e di që vjen nga një kulturë tjetër. Po ja, mirë dhe ajo e ka përjetu këtë gjëra, se sa do... Ke ngrënë më shumë, ke ngrënë më pak? Jo, këtu se kemi bërë ndonjëherë. Nuk e keni bërë. Mund të ham do me bërë, pa frikë. Ajo që mund të kemi bërë është kur kemi pasur një problem në buxhet. Po, kur s'kemi një buxhet. Jo, kur s'kemi buxhet. Ka qenë problemi që disa njerëz vendosen që të merrnin buxhet më veta, ndryshe nga shumica që morë buxhet bashk, dhe u krijua një situatë që mua më vinte zor dhe më thënë që e komentoja, por për mua nëse ti vendos që të marrësh buxhet në vete, atëherë nuk do ndërhysh te këto gjërat e tjera që ne kemi. Dhe nëse ndërhyn, nuk është çështje e një molle, po është më shumë se sa kaq, është i parimi që ti mendon që unë mund të disrespektoj këta dhe unë jam mbi këta. Pra nuk është çështja e produktit, por e gjithë. Kjo ishte Timo, jo Rigon. Timo thamë. Po pra, unë mua... Tim jam. Timo. Po mua më duk si Rigon, pastaj kuptova që ishte Timo. Në gjajnë pak, po jo dhe... Kanë shije të ndryshme. Se unë i kam të dyja në shtëpi, prandaj dallova direkte që s'ishte. Dhe për këtë jemi zënë. Por jo për ushqim kështu i bëft mirë gjithëve. Dhe për vezët. Po për vezët, pse zjeni? Sepse kemi shumë pak vezë, dhe veza të pak të... Se gjitha ato plot me vezë? Se kemi blerë, edhe shumicat i kemi fshehur që dolën tani, se